Një aksident automobilistik ka ndodhur në aksin rrugor Korç-Maliq. Aksidenti ka ndodhur vetëm pak metër larg kryqëzimit fshatit Çiflik, ku nga përplasja e dy mjeteve janë plagosur 5 persona, 3 prej të cilëve të rinj. Burimet e siguruar nga vendi i ngjarjes thanë se njëri nga mjetet e përfshira në këtë aksident ka qenë duke lëvizur nga Maliqi në drejtim të Korçës, ndërkohë që mjeti tip Benz, ku ndodheshin 3 të rinjt, po qarkullonte nga Korça në drejtim të Maliqit. Sipas të njëjtit burim, mjeti ku udhëtonin të rinjt ka kryer një manovër të gabuar duke kaluar pa respektuar sinjalistikën rrugore nga krahu i djathtë në krahun e kundërt për të hyrë në një biznes në afërsi të aksit nacional. Kjo lëvizje e papritur ka sjellë edhe përplasjen kokë më kokë me dy mjetet. Të 5 personat që kanë qenë në të dyja makinat kanë përfunduar në spitalin e Korçës, ku edhe po marrin ndihmën mjekësore. Ky segment, për shkak të degëzimeve të shumta, është bërë her pas here burim aksidentesh.